mama. Zare tronda file, zare moj tronda file.
që e prezentova edhe pak më përpara, do të vinë tani si një buqet lulesh në këtë mramje, grupi vokal i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia. Dhe ju siguroj se për ta do të jetë kujtimi më i bukur që morën pjesë në Ahengun Shkodran 2025. Për këtë kanë merit specialistët e vokalit, Leonora Quliqi dhe Ben Jubani, me stafin drejtues Ermir Zoga dhe drejtoreshën e palodhun të Qendrës Kulturore të Fëmijëve Orieta Kelaj, po e meritojnë duar trokitjen. Mirëmbrëma, sa të mirë dukeni sonte, edhe të emocionuma po fare. Ja. I prezentoj me radhë, si që meritojnë artistat e vegjël, Arbias Hallunaj, Hera Hoxha, Dea dhe Dean Hoxha, Dion Bushgjoka, Yasemin Çako, Aislin Kavaja, Amla Demushi, Juela Mustafa, Irsa Mashi dhe Nivis Sulishti. Do të interpretojnë për ju sante Osa Bukur Paskeqil dhe të gëzojmë se erdhë pranvera, se këta si pranver janë, apo jo? Suksese! Basket
Tash është momenti që në nduartrokitjen tuaj të falenderojmë të gjithë ata që ban të mundur realizimin e Ahengut Shkodran 2025. Falenderojmë të gjithë artistat pjesëmarrës këngëtar, Bashkinë e Shkodrës dhe Drejtorinë e Kulturës, të vazhdojnë nduartrokitjet. Falenderojmë Qendrën Kulturore Pjetër Gaci, Teatrin Migjeni, Qendrën Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia, Kod Qendra për Hapje dhe Dialog, grupin e valleve me koreograf Aldo Nika dhe grupin e artistëve desmor të udhëhequr nga Mark Ujka, RTS Shkodra, teknikën e regjistrimit, ASLV dhe Piano Event për monitorimin. Një duartrokitje speciale për orkestrën tonë të mrekullueshme me Anton Kaftallin violin, Indrit Kodralia klarinet, Erion Lishi klarinet, Fatmir Mesi bateri, Daniel Preni kitar, Tritan Mlika kitar bas, dhe në fizharmonik drejtues i muzikës maestro Ilir Zoga. Faleminderit. Një falënderim të veçantë, sigurisht në nduartrokitjen tuaj për drejtorin organizator Dritan Mlika dhe drejtorin artistik Bardyl Hysa, të cilët bajnë të mundur që unë, Gentiana Dani, të prezantoj për të 13 vit me radhë Ahengun Shkodran për ju. Sigurisht një falënderim edhe për ju që jeni sonte me ne dhe po shijoni momentet magjike të Ahengut Shkodran. Ju faleminderit shumë që jeni nal këtu me ne dhe na mbështetni. Edhe pse jemi drejt fundit të mramjes, sërish do të shijojmë momente të bukura. Janë dy këngëtar të palodhur, të talentuar, në kulmin e karrierës së tyre, me shumë trofe në festivale dhe përfaqësime të ndryshme artistike që do të mbyllin mramjen e sonshme. Vjen Rezerta Smaja, me një krijim nga Beto Halili, Ken Kenuri i bukurisë. Ndërsa Laurian Eli këndon për ju O moj e vogël si Florini, krijuar nga Alush Beqari. Në fund të tanë pjesëmarrësit bashkë me ju, do të kënojmë këngën S'ka më të bukur se pranvera me autor Rud Gurashin, duke shpresu që në familje tuja dhe në zemra tuja të keni gjithmonë pranverë. Shijojmë edhe këtë moment bashkë. Shpinë ma kishe moj nëse i ran, o do t'i baj risha kuj shise të ma presi pak njatë man, aman, aman.
ashtu me vetulla. Shoshi shoj I kenagja O kur menoj se mbushet vjeta Plasta e mjera Për me t'pa aman aman Si fëllaza ndrynë ka fan Oja sa marë moj shtat se lëvije Tilë në gjamë se o pëllëcas aman aman Ju faleminderit. Moje vogël o si florini Aman, aman, amane O për mi hasnat e gjevahiri Aman, aman, amane Shota moj zylyte, jemi shoqe tuja
Ju faleminderit. Ky ishte Ahengu Shkodran 2025.